Selam aleikum, miq të dashur dhe mirë se vini në kanalin tim. Pasi kemi hyrë në 4 muaj të shenjtë dhe gjithashtu po ja afrohemi fund vitit dhe fillimit të vitit 2026, unë ndjeva e udhëzuar nga Allahu të bëj një rukje të fuqishme për ju për pastrim të thellë shpirtëror nga çdo ndikim i dëmshëm, gjindet, magjia, syri i keq dhe mbrojtje nga armiku, që të përfundojmë vitin të pastruar, të largojmë të vjetrën dhe të mirëpresim fillimet e reja dhe bekimet që Allahu ka për ne në vitin 2026. Kjo është një dhuratë e shenjtë nga unë për hir të Allahut. Ju ftoj ta pranoni këtë dhuratë me gjithë zemër, qëndroni me mua deri në fund, duke hapur zemrat dhe duke u lidhur me Allahun me sinqeritet për një vit të mbushur me paqe, mbrojtje, shëndet dhe bekime të shumta. Pëlqeni, komentoni dhe shpërndani këtë video me të tjerët, sepse kjo na ndihmon të arrijmë më shumë njerëz që edhe ata të përfitojnë nga kjo rukje, si dhe më jep mundësinë të krijoj edhe më shumë përmbajtje frymëzuese për ju në të ardhmen, inshallah. Nëse je gati, vendose niyetin tënd me zemër të pastër për këtë rukje, për të forcuar besimin, për të pastruar shpirtin dhe zemrën dhe për të kërkuar mbrojtjen dhe bekimet e Allahut për veten, fëmijët apo të dashurit e tu. Ti nuk ke nevojë të bësh asgjë tjetër, vetëm dëgjo mua me vëmendje dhe thjesht thuaj me bindje, e bëj niyet ta pranoj këtë rukje për të pastruar shpirtin tim, të fëmijëve mi, të familjes sime, nga gjithë të këqijat, për të forcuar besimin tim dhe për të pranuar bekimet e Allahut. Le të fillojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëbërësit. E kam bërë një jetë të lutem për ty që po e dëgjon dhe e pranon këtë rukje. Lutem për ty që Allahu i lartësuar të mbrojë nga çdo e keqe, çdo ndikim i dëmshëm, gjind, sy i keq, magji dhe çdo gjë që mund të të pengojë paqen e shpirtit tënd, si dhe fatin tënd, dhe të mbrojë ty dhe familjen tënde dhe të gjithë të dashurit e tu. Kërkoj mbrojtjen e fytyrës së Allahut bujar dhe fjalëve të tij të përsosura, të cilat nuk i tejkalon dot asnjë i mirë dhe asnjë i lig. Nga e keqja çdo gjë që zbret prej qiellit dhe nga e keqja çdo gjë që ngjitet në të. Nga e keqja çdo gjë që ai ka krijuar në tokë dhe nga e keqja çdo gjë që del nga jo. O gjithëmëshirshmi, na mbroh nga trazirat e natës dhe të ditës, si dhe nga dodhitë e natës, përveç asaj ndodhie që është e mbarë. Kërkoj mbrojtjen e fytyrës së Allahut të madhrishëm, nga i cili nuk ka asgjë të madhe, dhe kërkoj mbrojtjen e fjalëve të përsosura të Allahut, të cilët nuk i tejkalon dot asnjë i mirë dhe asnjë i lig, dhe kërkoj mbrojtjen e emrave të bukur të Allahut, të emrave që i di dhe të emrave që nuk i di, të mbrojë ty dhe familjen tënde nga e keqja gjithçka që ka krijuar, ka përhapur dhe ka formuar ai. O Zoti ynë, kërkojmë nga ti të mos na lëshoj toka. Amin. O Zoti ynë, na mundëso hyrjen e këtij viti me vërtetësi dhe daljen me vërtetësi, dhe na jep prej vetes sa të ndihmës të fuqishëm. Neve na mjafton Allahu dhe sa kujdestar i mirë është ai. O Allah, të kërkojmë mbrojtje që të mos barazojmë diçka me ty, dhe nëse e njohim edhe nëse nuk e njohim, dhe të kërkojmë falje për atë që nuk e dim. O Zoti ynë, ne tani kemi hyrë në 4 muaj të bekuar dhe kërkojmë prej te mundësinë për të bërë vepra të mira, për të hequr dorë nga të ndaluarat, dashurinë ndaj të varfërve, dhe të kërkojmë të na falësh e të na mëshirosh. Kur vendos të fusish popullin në trazir, na marri shpirtin përpara se të vijë trazira. Të kërkojmë dashurinë atyre që të doan ty dhe dashurinë asaj vepre që na afron drejt dashurisë sate. O Zoti ynë, dhurona për bashkëshortëve tanë dhe fëmijëve tanë prehjen e syve dhe bëna udhëheqës të devotshmëve. O Zoti ynë, na mundëso të falenderojmë për bekimin që na ke dhënë neve dhe prindërve tanë, të bëjmë vepra të mira që ti pëlqen dhe me mëshirën tënde, Allah, na pranon në grupin e robërve të tu të sinqertë. O Zoti ynë, na mundëso të falenderojmë edhe një herë për bekimin që na dhe neve dhe prindërve të tanë, të bëjmë vepra të mira që ti pëlqen dhe të lutem na i përmirëso fëmijët. Ne sinqerisht kthehemi të penduar te ti dhe padyshim jemi ndër të nënshtruarit. O ti që je më i dashuri për të gjithë të dashurve, na fal gjunahet dhe na prano në grupin e robëve të tu më të zgjedhur. O Allah, të kërkojmë çdo të mirë dhe atë që e dim dhe atë që nuk e dim, dhe kërkojmë mbrojtje nga çdo e keqe, edhe nga ajo që e dim dhe nga ajo që nuk e dim. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëbërësit. Lavdia është e Allahut, Zotit të botëve, të gjithëmëshirshmit, mëshirëbërësit, sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Na udhëzo Allah në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që i begatove me të mira, jo në rrugën e atyre që tërhoqën i dhërimin, as në rrugën e atyre që devijuan. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëbërësit. Ai Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç atij.
ai është mbikëqyrësi i përhershëm dhe i përjetshëm, atë nuk e zë as kotja as gjumi, gjithçka që ka në qegt dhe në tokë është vetëm ati. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai përveç me lejen e tij? Askush, dhe nuk ka forcë dhe as fuqi përveç se me Allahun. Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di të tjera dim vetëm atë sa ai ka dëshiruar. Kursia e tij përfshin qiell dhe tokën, kurse kujdesi i tij ndaj të dyjave nuk i vjen rënd, ai është më i larti, më i madhi. Amin. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit. Ai, Allahu është një, Allahu është ai i cili çdo krijesë i mbështetet për çdo nevojë, as ka lindur kë dhe as nuk është i lindur, dhe atij askush nuk i është i barabartë. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit, mbështetem Zotit të agimit për dëmit të çdo krijese që ai e krijoi, dhe për errësirës së natës kur ngriset plotësisht, dhe për dëmit të atyre që lidhen dhe fryen nyja, dhe për dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron. Mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqës së çyqit që fshihet, i cili bën çyqje në zemrat e njerëzve, qoftë ai çyqsi nga xhinët apo nga njerëzit. Amin. Me emrin e Allahut të mjaftueshëm, me emrin e Allahut shërues, me emrin e Allahut falës, mëshirëbërës, me emrin e Allahut favërbërës, o bujar, o mbrojtës, o i plotfuqishëm, o shok, o mik, shëroje personin që dëgjon këtë rukje dhe që e ka bërë një jetë nga çdo gjë që e dëmton shpirtin e tij, nga çdo smundje, nga çdo sy i keq e ziliqar, nga çdo xhint apo magji, nga njerëzit dhe shpirtrat e lik. O Allah, mbroj ata nga të këqijat e veseve, të veprave dhe të dëshirave. O Allah, mbroj ata nga zemra që nuk përgjerohet, nga lutja që nuk dëgjohet, nga nefsi që nuk ngopet dhe nga dia që nuk u bën dobi. Mbroj nga këto të katërta, Allah, mbroj nga përçarja, nga hipokriza dhe nga vezet e këqija. O Allah, pastrova zemrën nga hipokriza, veprën nga dukja, gjuhën nga gënjeshtra, syrin nga tradhtia, sepse ti e di tradhtinë e syve si dhe atë që e fshehin zemrat. Amin. O Allah, mbroj nga e keqja e dëgjimit, mbroj ata nga e keqja e shikimit, mbroj ata nga e keqja e gjuhës, mbroj ata nga e keqja e zemrës dhe nga e keqja e organit gjenital. O Allah, shpërndaj mirësi në trupin e personit që dëgjon këtë rukje dhe shërim për atë nga e cila po vuan. Paqe në zemër, lumturi e dritë në shpirtin e tyre. Ja nur, ja Allah. Kërkoj mbrojtje me fjalët e plota të përsosura të Allahut nga e keqja e asaj që ka krijuar. Me emrin e Allahut të cilët asgjë nuk mund të dëmtoj, as në tokë, as në qiell, dhe ai është dëgjuesi i plotë dhe i dishmi. O Zoti ynë, ti je El Shafi, shëruesi dhe Esemi, dëgjuesi, ti që ke në dorë çdo gjë, ti që din e dëgjon çdo gjë. Dëshmoj se ti, Allahu, nuk ka zot tjetër përveç teje, një dhe i vetëm pa shok, që nuk ka lindur kë dhe as nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabartë me ty. O Allah, o e Shafi, të lutem shëroje këtë person me një shërim të plot që nuk le as një smundje. Largo çdo sy të keq e ziliqar, çdo magji dhe zbrit mbi këtë njeri dhe familjen e tij nga mëshira dhe bekimi yt, një mirësi, një mrekulli që të përfshi trupin dhe shpirtin e tij. O Allah, Esemi, dëgjuesi i çdo ankese, dëgjoj lutjen time dhe forcoj këtë person me shëndet dhe mirëqenie. O Allah, dhuroj durim ndaj sprovës dhe bëje këtë sy të keq, magji apo smundje, një pastrim për mëkatet e tyre dhe një ngritje të ngradave. O El Shafi, nuk ka shërim veç shërimit tënd dhe ti je i plot fuqishëm mbi gjithçka. Largo nga ky person dhe nga familja e tij çdo sy të keq, çdo xhin, çdo magji, çdo smundje dhe fatkeqësi, dhe bëj që shëndeti dhe mirëqenia e fytyre të jenë të përhershme në mëshirën tënde, o mëshiruesi i mëshiruesve. O Allah, mbroj këtë person dhe familjen e tij nga armiku, ty të vëmë përballë gjithë asaj që armiq kanë në krahërorët e tyre dhe ty të kërkojmë mbrojtje nga sherrat e tyre. O Allah, dikto udhëzimin dhe mbroj këtë njeri nga e keqja e vetvetes. Amin. O Allah, të kërkojmë shëndetin në besim, besimin me virtyte të bukura, suksesin pas suksesin, mëshirën prej teje dhe qetësinë, faljen prej teje dhe pëlqimin. Amin. O Zoti ynë, unë lutem gjithashtu për ata çifte që dëshirojnë të kenë fëmijë. O Allah, dhuroju atyre këtë vit trashëgimtar prej të sinqertëve dhe pasardhës të lirë. Ti padyshim e dëgjon shumë lutjen, ti je Zoti i nderit dhe madhështisë, ja dhal xhalali vali kram. Amin. O Zoti ynë, bëj ata të bindurit e tu dhe prej parsazëve tyre bëj një popull tënd të bindur. Trego mënyrat e adhurimeve dhe sakrifikimeve të tyre dhe prano pendimin e tyre duke i mëshiruar me të vërtet, ti je pendim pranuesi, mëshirëbërësi.
Amin. O Allah, mbroje këtë person përmes Islamit kur qëndron, mbroje përmes Islamit kur ulet, mbroje përmes Islamit kur fle, dhe mos I jetë mundësi armiku xhelos ta poshtërsoj. O Zot, Ty të kërkoj çdo të mirë për këtë njeri, thesaret e së cilës Ti ke në dorë, dhe mbroje nga çdo e keqe, thesaret e së cilës Ti ke në dorë. O Zot, Ty shpëtoj ata dhe familjet e tyre nga ajo që bëjnë armiqtë e tyre. Ndihmohu atyre kundër popullit keqbërës. O Zot, Ty sundon çdo gjë me dije, tek Allahu jemi mbështetur. O Zot, Ty vendos me drejtësi midis tyre dhe midis armiqve tyre. Ti je më I miri prej të gjithë gjykatësve. Amin. O Allah I madhërishëm, I gjithë fuqishëm, të lutem largo çdo pengesë, çdo zinxhir të shkuarës që po ndikon negativisht mbi këtë person. Çliroja tani o Zot dhe dhuroj lehtësi dhe përparim në të gjithë çështjet e jetës së tij. O Allah, çliroje këtë person nga xhindët, nga sytë e këqij dhe nga magjia dhe hiqi bllokadat që I ka përpara. Mbuloje këtë person me mëshirën tënde dhe hap dyert e suksesit, lumturisë dhe përparimit në të gjithë fushat e jetës së tyre. Në emrin tënd të madhërishëm, largo çdo dëm që armiku mund të ketë planifikuar për të dhe bëje këtë person të lirë nga çdo ndikim negativ. O Allah, kërkoj mëshirën dhe forcën tënde për të mposhtur të gjithë fuqitë, sytë e këqij, xhind dhe magji që mund të kenë vendosur mbi jetën e këtij personi ose familjes së tij. Zhduki këto ndikime dhe bëj ato të pavlefshme dhe pa efektshme. Unë deklaroj se as syri keq, as gjindët, as magjistarët nuk kanë ndikim mbi ty, as familjen tënde në emër të Allahut, sepse Allahu është më I madh mbi çdo gjë dhe askush s'mund të prek pa lejen e Tij. Sytë e këqij, magjit dhe gjindët nuk do të kenë më pushtet mbi ty, fëmijët apo gjeneratat pas. Unë shpall fitore mbi çdo smundje, varfëri, mungesë, refuzim, depresion, dembelizëm, ngecje apo shtypje. Çdo sy I keq le të verbohet në emër të Allahut. Çdo magji e zezë le të shkatërrohet e të digjet nga zjarri I ferrit e të rikthehet magjistarit në emrin Allahut. Çdo gjarpër që dëshiron të kafshoj jetën tënde apo fatin tënd do të kafshoj bishtin e vet në emrin Allahut. Çdo kurth që armiku mund të ketë vendosur mbi ty apo familjen tënde duke të penguar në jetën tënde apo fatin tënd e thyemat në emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm, të madhërishëm, e shkatërrojmë, e gjegim dhe e bëjmë të pavlefshme. O Allah, Ti je Zoti I gjithçkaje, I gjithfuqishmi dhe mbajtësi I gjithësisë. Largoj prej këtij personi të gjithë të këqijat, qoftë nga gjindët, nga shejtani, nga po çdo dëm që mund të ketë prekur nga armiku. O Allah, mbroje atë me dritën tënde, forcoj shpirtin dhe zemrën e tyre dhe mbushe jetën e tyre me paqe dhe udhësim. Ti je shëruesi çdo smundje dhe pastruesi çdo shqetësimi. Largo çdo ndikim të keq që mund të jetë brenda këtij personi, në trupin e këtij personi apo në shtëpinë e këtij personi, me shërim, me mëshirë dhe me dritën tënde. Në emrin tënd, o Allah, kërkoj që asgjë tjetër përveç mirësisë të mos mbetet brenda këtij personi. O Zoti I qiellit dhe I tokës, dërgo paqen tënde mbi këtë njeri, mbi familjen e vet dhe mbrojë nga çdo e keqe dhe jepi mbrojtjen tënde që nuk thyhet asnjëherë. Në emrin e Allahut të madhërishëm, Zotit të madhështisë dhe nderit, ja Dhal Xhalali Wal Ikram, unë deklaroj që çdo xhin, çdo sy I keq e ziliqar, çdo magji apo çdo vesë e keqe e bërë kundër teje, është tani e thyer, e zhdukur, e anuluar, e shkatruar dhe e fshirë prej të gjithë kohëve të kaluarës, të tashmes e të ardhmes dhe prej të gjithë dimenzioneve në emrin e Allahut. Ti dhe familja jote do të jeni të mbrojtur nga çdo e keqe dhe do të përparoni në jetë me bekimin dhe udhëzimin e Allahut. Në emrin e Allahut shpall se Allahu do ta bekoj këtë vit për ty me mëshirë dhe mirësi. Rruga jote do të mbushet me bereqet dhe shpërblime të shumta. Fillimi I vitit 2026 do të gjejë më të fuqishëm dhe më të begatë se kur. Lutem që Allahu të vendos emrin tënd në zemrat e atyre që do të jenë ndihmës të fatit tënd, për të rikthyer atë që ke humbur dhe për të dhënë atë që është e destinuar për ty. Allahu e bof vitin 2026 vit suksesi, begatie dhe shpërblimi nga ai me shëndet, me lumturi, me paqe të brendshme e dashuri. Në emër të Allahut le të ndodhë çlirimi, shërimi, bekimet dhe begatitë e Allahut tani. Në emrin tënd të madhërisëm dhe me dëshirën tënde o Zot, u krye
Kun feyakun, amin ja Rabbi alemin. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut të madhërishëm e të dhemshur. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut Zotit të Arshit madhështor. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut Zotit të qeve dhe Zotit të tokës. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut Zotit të Arshit fisnik. Amin. Miq të dashur, shpresoj të keni përfituar nga kjo dhuratë e shenjtë, nga kjo rukje e fuqishme dhe keni ndjerë një çlirim shpirtëror. Dëgjoheni sa herë të keni nevojë dhe inshallah e filloni këtë vit plot shëndet, përparime, suksese në çdo aspekt të jetës. Uroj çdo të mirë në jetë e një fillim të mbar inshallah. Deri herën tjetër, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Assalamu alaikum. Qofshi gjithmonë në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut.